Pra miq dashur, siç e përmenda pak më parë, siç e theksova, sot do të flasim për një temë shumë të ndjeshme, një temë e cila po na prek shumë. E ndoqët edhe kronikën ku i vëm një theks shumë të veçantë Ministrisë së Kulturës, për dikën nëm, për dikën njerëk. Populli thotë nëse do të shkatrosh një popull, mos investo në kulturë, sepse kultura realisht nuk është luks. Kultura mund të themi që nuk është dekor, që mund ta kemi rreth rrotull. Kultura nuk është, mund të themi, vetëm teatri, libra, operat, festivalet. Kultura është kujtesë. Kultura është gjuhë. Kultura është identiteti jonë. Kultura është vetëdije. Pra, një popull pa kulturë e humbet busullën. Pa teatr e humbet pasqyrën e tij. Pa libra e humbet edhe mendimin kritik. Pa art, në përgjithësi, e humbet edhe ndjeshmërinë. Pa trashëgimi, gjithmonë një popull i humb rrënjët e tij. Pra sot do të flasim për këtë temë të shikues të dashur, sepse është një temë që na prek në identitet, na prek në rrënjët tona. Pra sot do të flasim me një të ftuar që e kam këtu, për një shqetësim shumë të madh që po ndodhet në vendin tonë. Sot flasim për një pyetje shumë të thjeshtë. Por një pyetje e cila ka pasoja shumë të mëdha. Pyetja është si mund të merret një vendim që një festival që mbijetoi shumë vite, tashmë merret një vendim që të shuhet. Festivali, bëhet fjalë për festivalin ndërkombëtar të teatrove Othello në Gosivar. Pas 9 edicioneve radhazi, me mund, me sakrificë, me djers, me tmerre të shumta, nxirret shpata e ministrit dhe në vitin jubilar vendosën që ky festival mos financohet. Një lajm shumë i frikshëm, shumë i trisht. Dhe unë këtu në studio bashkarisht do ta ndajmë me mikun tim Argjend Hasani, njëkohësisht drejtor i këtij festivali. I këtij fëmije i cili u rrit, i bën 9 vjet dhe ata që duhet ta vazhdojnë rritjen e tij, po ja këpusin këmbët. Argjend, mirëmëngjes dhe mirë se erdhe. Mirëmëngjes dhe faleminderit për ftesën, drejtor. Unë do doja që të ndalem sepse më prek edhe më dhem shumë kur dëgjoj kështu lajme, por unë do doja fillimisht të kthehemi në kronologji, se si lindi kjo foshnjë e vogël, si u rrit dhe përse janë këto vendime. Të kthehemi në fillim. Si lindi ideja e Othellos, më thuaj? Çfarë i mungonte Gosivarit në atë kohë dhe çfarë të shtyu ti që ta krijosh? Të kthehemi kronologjike dhe deri në ditën e sotme ku jemi. Ti the shumë fillim, besoj që do kthehemi pastaj tek ato, por do japim një kronologji festivalit internacional Othello. Domethënë, në qytetin tonë, në Gosivar, le të them unë personalisht pas kthimit të studimeve mungonte gjëja më shumë që mungonte ishte institucioni teatr. Po, se në atë kohë nuk kishte realisht. Ky qytet nuk e kishte këtë. Dhe normal unë u punësova në teatrin e Tetovës, por gjithmonë duke jetuar në Gosivar mungonte kjo dhe ne me iniciativat tona kemi bërë shumë shfaqje private, duke falendëruar gjithë kolegët që janë angazhuar. Dhe normal pas këtyre shfaqjeve, normal si ide lindi të themelojmë dhe një festival me cilin mund ngrisim zërin pak më shumë për themelimin e teatrit. Permanent, nga viti 2002 ne kemi kërkuar bashkë me kolegët tanë themelimin e institucionit teatr, i cili do t'i vinte një vull më të madhe teatrit skenik. Mendoj, artit skenik. Dhe në vitin 2015 themeluam po ashtu një shoqat e cila u emërtua me emrin Othello për të... Që të doja të pyes pse konkretisht Othello. Po. Dhe për themeluar dhe festivalin. Në qoftë se mpyet pse Othello, ne kemi themeluar një shoqat në vitin 2003. Me atë kemi arrit që të kthejmë spari publikun në teatr, kemi bërë shumë projekte, po e kemi themeluar dhe kemi emërtuar Fishta. Ajo është shoqata jonë, Fishta, e cila ka sjell deri tek themelimi i Othellos dhe pastaj do flas. Domethënë, Fishta është
shoqata e parë jone e cila ka bërë shumë projekte teatrore. Po. Edhe Othello. Po, janë bërë shumë projekte teatrore, diku mbi 20 premiera private me shoqata të thjeshtë. Othello është themeluar festivali dhe është quajtur shoqata për shkak se ne shpesh herë në Ministritë të Kulturës kemi hasur në probleme. Çka po i emrit? Po. Mos. Po, kjo është e vërtet. Dhe me thonë, duheshte ne të themelojmë një festival internacional, por na duheshte edhe një emër internacional. Kjo ka qenë ideja jonë, që ne mos në hasim në ministri në pengesa se është ki emër, këta janë këto, ose këta janë këto. Dhe, nësi që u imi u arrit. Dhe me thonë, në vitin 2017, u themelu festivali Othello dhe nisi ashtu me shumë vështirësi të mëdhaja, por me një sukses shumë të madh. Dhe me thënë, për këtë, në webfaqen tonë ka shumë materiale që mund të merren se çfarë bëri Othello në vitin 2017 dhe në vitin 2018. Do të thënë, duke falenderuar gjithë teatrat shqiptare, Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, se në fillimin në vitin e parë nuk kishim teatro nga shtetet tjera, sepse buxheti ishte minimalisht i cunguar. Sa për të nisur. Atëherë në kryetari i komunës na ndai një buxhet solid, por ishte mjaft i vogël për të bërë diçka. Por, nga që permanent fishta dhe ne njiheshim në qytet se po bëjmë gjithmonë për artin skenik, qoftë me të rit dhe ne me kolegët tanë dhe shfaqje profesionale, njiheshim në qytet si organizator të kësaj fushe. Dhe në kur filloi Othello në vitin 2017 dhe 2018, unë kam argumente plot, sa që ndodhi një revolucion teatror në qytet. Revolucion teatror. Mund ta them me plot bindje, dim pse. Se filloi dëshirë e madhe e popullatës qytetare. Se deri atëherë me fishten e çdo vit kemi kalku, themelim në teatr nuk është se është ndëgju shumë. Sepse politika i dini ju shumë mirë si ka ecë punë në gjitha drejtimet. Kur në 2017 dhe 2018 njerëzit ngelnin jashtë, madje kemi një rast ku janë thyer xhamat e shtëpisë kulturës për të futur brenda sepse kjo ka ndodhur me teatrin shqiptar, me darka e thërimeve. Neve kanë ngel dikun 300 deri në 500 veta tek darka e thërimeve jashtë. Kemi materiale për këtë. Po ashtu në vitin 2018 tek një shfaqje i Ilir Bokshit, Holy Shit. Po. Domethënë, ne kemi arrit dikun kemi materiale, jo argumente kemi për të, nuk janë vetëm fjalë. Domethënë që do thotë ka një interesim të jashtëzakonisht shumë të madh, saqë salla nuk ka kapacitet për të përfshirë interesin e vite me radhë, edhe në të tretin vit. Por çfarë do thotë në mënyrë kronologjike është rritur numri i shikuesve jashtëzakonisht shumë. Ku dua të dalë? Kushtet janë të pakta, por dëshira e qytetarëve që e meritojnë realisht duhet që të jetë ky festival. Dëshira ishte e madhe dhe në këtë 2 vitet që ne bëm aq shumë marketing, ne bëm një moto që çdo shtëpi duhet të di se ka shfaqje. PR-i arriti deri në atë, ne kemi menaxher të marketingut, i cili arritëm që çdo qytetar, pa mbar parasysh, duhet të di që festivali fillon dhe e dinin programin. Në shfaqjen Holy Shit ka pasur mbi dikun deri 1000 veta brenda, ulur jashtë, lart tek balkoni, dhe 1000 veta ka pas jashtë. Të gjitha media të ngelen jashtë. Dhe kjo u bën një revolucion dhe politika jonë se nuk kanë më shumë. Filloj, jo. A është xhelozi? Ta quajmë xhelozi. Një sekond. A është xhelozi apo nuk është xhelozi? Një publicitet i shkurtër dhe kthehemi këtu. Politika, a ka xhelozi ndaj teatrit apo jo? Kthehemi pas pak. Miqdashur, por i kthehemi aty ku e lëm bisedën. Pra, ishte kërkesa e madhe e shumtë e qytetarëve, të cilët vërshonin në numër enorm, po themi, numër të madh, për të vizituar festivalin Othello në vitin e dytë. Dhe këtu lindi dëshira e politikës, se panë, që nuk kanë më shumë aktivistë ata, se sa ka
është një rrugë, një urë interesante, politika që ka shfrytzuar këtë. Ato atëherë panë se qytetarët janë të interesuar dhe normal, politika shef ku ka njerëz që të marrin vota. Sigurisht. Dhe filloi të interesohet se duhet bëhet teatri. Padyshim, nuk them që ne vetë bëjmë teatrin, pastaj me ndihmën e disa politikanëve me rëndësi, o të dha një mesazh shumë të fuqishëm. Dhe u bë teatri Gosivari, sot që janë punësuar disa aktorë, kolegë tanë dhe shumë njerëz që sot ai teatr është institucionalizuar fal kësaj iniciative dhe sot funksionon si teatri i qytetit dhe shpresoj të ketë sa më shumë sukses. Sigurisht. Teatri është i gjithë qytetit. Sigurisht që është i qytetit edhe është për qytetin edhe për të gjithë ardashësit. Unë do doja të ndalem tek 10 vjetori. Në mënyrë kronologjike, po na e shpjegoj, edhe pse ka patur shfaqje të shumta, është lloj festivalit i cili është internacional, ku kanë marrë pjesë shfaqje nga Turqia, nga Bosnia, nga Serbia, nga Bullgaria, nga Greqia, Gjermania, Shqipëria dhe gjithandej. Ka patur shfaqje të shumta, të cilët janë parë, janë vizituar shumë. Në mos gabojm, për 9 vite ka patur rreth 25.000 shikues. Mbi 25.000. Nuk kemi pas kur problem me spektatorët. Mbi 25.000 shikues të cilët e kanë vizituar. Dhe vjen momenti që ministri thot që ky festival nuk është në interes nacional që të bëhet. Argjend, cilët janë përgjigjen nga ministria. Ju patët para disa ditë një pres konferencë në Ministrinë e Kulturës, ku e shprehet atë pa kënaqësi, sepse realisht festivali nuk është qytetar të dashur i Argjentit, as i Beratit, as i Dritorit, as i askujt. Është festivali i qytetit, i njerëzve të cilët jetojnë në atë qytet, të cilët mezi e presin që të mbahen. Mezi e presin, sepse kjo ka një zinxhir të këndshëm. Dalin, takojnë njerëzit, shkojnë rregullohen, pastaj do dalin jashtë. Është një një ambient fantastik. Një ambient shumë i mirë, po që lidhet me gjithë biznesin e qytetit. Edhe me çdo gjë lidhet. Dhe a ka gjë më të mirë se sa të dalemi të diskutojmë për kulturën, për atë për impresionet që i pam rreth shfaqjes, të diskutojmë mbi atë ose mbi shfaqjen e nesërme. Dhe pse kjo vendosi ministri ta mos e financon? Ose a janë antarët të cilët e kanë kaluar ose se kanë kaluar, sepse unë nuk e di ministri a është thjesht urdhër i ministrit që të ndërpritet ky festival, apo janë ata komisionerët të cilët i vëzhgojnë dhe i notojnë këta. A keni ndonjë raport prej ministrisë që të shihni me sa poena ju kanë vlerësuar? Edhe unë jam këtu për këtë, se është absurde që të ndalet hotel. Sigurisht, sepse nuk është ministria, edhe komisioni, edhe ministri, kushdo që i ka bërë këto gabime, nuk është se më ka bërë vetëm dëm mua si udhëheqës. Sot jam unë udhëheqës, mbas 20 vite, 5 vite ose 10 vite, do të jetë dikush tjetër, pastaj për të krijuar një kontinuitet dhe një trashëgimi kulturore, ne duhet të në kontinuitet, në vazhdimsi të punojmë. Ne nuk mund të punojmë 5 vjet dhe të ndalim hajtë të thuajmë diçka prej fillimit. Dhe pastaj do kthehemi pas 10 viteve kur kam dikë të njohur. Dëmi është bërë gjithë qytetit dhe komunitetit artistik. Dhe komunitetit, sigurisht. Sepse këtu kanë shumë artistë, kanë marrë çmime, kanë performuar para atij spektatori. I paraqesim dhe kanë edhe ngritje rroge. Padyshim, domethënë nuk është dëmi jemi, vetëm personal. Padyshim që mua më dhem si organizator sepse e kam themeluar me shumë sakrificë. Sigurisht. Por përgjigja nga ministria ka ardhur një mail nga ministria që gjoja se komisioni pikat ku e di unë çfarë. Po kjo është e papranueshme nga ana jonë, se nuk mund ti. Po mirë, a keni kërkuar jo auditim të procesit për shembull të shikohet? Momentalisht ministri nuk ka dalë me një përgjigje konkrete për këtë, që është bërë shumë bujë për festivalin hotel. Momentalisht, si mund një festival i cilin 8 vite është në kategorinë e parë dhe pastaj s'pas ka pika. Asnjë dokumentacion nuk i ka munguar festivalit hotel. Do të çfarë është kërkuar nga ana e ministrisë që ndërzuar të gjitha? Festivali Otelo ka një komunikim nga Ministria e Kulturës ku thotë se është një ndër festivalet dhe projektet me dokumentacion më të kompletuar për vitin 2022 ose 2020. Më të kompletuar. Domethënë keni marrë fjalë miradije? Padyshim. Ne kemi hyrë në kategorinë e parë me formë tjetër. Ne kemi hyrë me material. Ne kemi dërguar material Ministrisë Kulturës, shif sa spektator kemi, shif çfarë programi kemi, shif çfarë PR-i, madje menaxheri i marketingut ton
Ajdar Ajdari ka marrë shumë ftesa për shkak të Otellos edhe në festivalet që janë në gjuhën maqedone për menaxhu festivale për shkak se Sepse është një menaxher fantastik. është me PR-in më të mirë në Maqedoni. Është kështu është vlerësuar dhe kështu ka arrit të futemi në kategorinë e parë, jo që ne kemi bën në punë tjetër se si do futeshim ne. Shfaqjet, ne i kemi dërguar dhe ti tani ka pasur sigurisht. Dhe i thu, jo, kjo s'mundet. Dhe ne këtu jemi jemi si të no comment. E qartë. Dhe asë një përgjigje nuk ka, as nga ministri, as nga zëvendës ministri, që thonë, ose ta apin një shkëndi se të shojmë të rishirtojmë ku është gabimi. Ankesën e keni bërë? Ankesën kemi 15 ditë drejt të bëjmë, do të bëjmë, por deri tash nga kjo buj që është bërë me mediat, ata nuk kanë një prononcim. Do të thonë, besoj që kur ta bëni ankesën edhe nëse nuk kanë prononcim, atëherë do t'i japim theks edhe më të madh kësaj. Patyshim, ne nuk do ndalemi. Ne nuk do ndalemi sepse është bërë vërtet një padrejtësi ndaj këtij festivali dhe ndaj qytetit të Me që jemi 4 minuta të fundit Argjend. Në qoftë se e dim se si na kanë trajtuar ndër vite. Në qoftë se nuk financohet festivali, a do ta mbani ju me sponsor? Momentalisht është gjithmonë këta vitet jubilare janë problematike në shumë festivale këtu në është herët për të dhënë një përgjigje definitive sepse jo, a do t'i rini me që e keni krijuar me komplet qenien tuaj, edhe a do t'i rini deri në fund që të ketë kontinuitet ky festival. Për të dhënë një përgjigje fiks është herët, por gjithsesi ne nuk do të ndalemi këtu, sepse ashtu si e kemi krijuar do t'japim maksimum, por dua të theksoj një gjë të veçantë që festivali Otello nuk është një buxhet i vogël që mund të bëhet ashtu pa një mbështetje të fuqishme institucionale. Sepse janë dy rreziqe. Domethënë e para është do të humbim cilësi. Të marrish teatrin kombëtar të Sarajevës, të marrish teatrin kombëtar të Ankaras, të cilët kushtojnë shumë. Teatrin kombëtar të Istanbulit, teatrin kombëtar të Tiranës, Kosovës, andej shumë teatri Shkupit e shumë teatro të mëdha, të cilët kanë një kosto shumë të madhe. Kanë kosto shumë të madhe dhe unë tash nuk mund të jap një fikse, ne them 100% do ta bëjmë. Gjithsesi rruga jonë do vazhdojë. Kam fjalën me sponsorët të cilët do të mundohemi sepse është kosto shumë e madhe. Ju përkrakin. Edhe biznesi i vogël mund të përkrahet. Festivali përkrahte dhe ka pas shumë mbështetje dhe i falenderoj gjithë ato që kanë mbështetur. Që festivali të mbarë. Po gjithsesi do ja lëm kohës në këtë drejtim. Po shpresojmë që Ministria e Kulturës të reflektojë dhe po ashtu edhe zëvendësi edhe ministri reflektojnë sepse po i bën dëm të gjithë komunitetit artistik në Maqedoni. Nëse s'ka zgjidhje, Argjend, nëse s'ka zgjidhje, hapi i radhës cili është? Ne presim, shpresojmë që do kemi zgjidhje. Do kemi një takim me ministrin ose me zëvendësin që të na tregojnë arsyet dhe mundësitë se si të reflektohet sepse unë nuk e di të marrë çmim Nikola Ristanovski ose Luiza Giovanni dhe ti të shkosh ta ndalish politikisht është no sens. Por gjithsesi ne do të marrim dhe hapa tjerë, do të kemi edhe disa takime me disa me disa ambasadorë, të cilët do të ngrehin pak më fuqishëm zërin, që këto gjëra në të ardhmen mos ndodhin, jo vetëm tek shqiptarët, por çdo event kulturor që ndodh, që ka kualitet, duhet të mos preket. Pa kënaqësi ka të shumta. Politika nga kultura. Pa kënaqësi ka të shumta nga konkursi i realizuar i si vjetëm, programi i Ministrisë së Kulturës ka pa kënaqësi të shumta nga autor librash, nga piktor, artist, për turneja, për festivale ka të shumta. Besoj dhe shpresoj që kjo çështje të zgjidhet, sepse është me të vërtetë shqetësuese kjo që po ndodhen dhe të diskutojmë në lidhje për kulturën, e cila është ministri që mbi jeton ose jeton nga taksa paguesit. Dhe taksa paguesit duhet t'u kthejmë feedbackun, duhet t'u kthejmë me këto evente. Argjend, unë kërkoj ndjes sepse jemi sekondat e fundit. Besoj që do të unë desha që këtë temë ta diskutoj edhe me shumë të tjerë, por thash po japim theks vetëm festivalit Othello derisa të gjejmë edhe zgjidhje. Miq dashur, festivali Othello nuk është vetëm një ngjarje, është një provë se si realisht funksionon drejtësia kulturore. Pra, a matet me vlera, me standard, apo ndoshta me
adresa. Kush e ka adresën më të fortë, ati i kalon. Argjend, faleminderit shumë për Faleminderit pjesëmarrjen. juve dhe ju uroj shumë sukses. Besoj dhe shpresoj që do zgjidhet kjo njeri për gjithmonë. Shpresoj. Po, besoj që të institucionalizohet si gjithë festivalet tjera shqiptare që i kemi. Shpresoj. Të jenë në buxhetin e shtetit. Faleminderit shumë. Miqdashur, faleminderit shumë për kohën që e keni ndarë me ne, që qëndruat. Faleminderit për gjitha diskutimet, për gjitha mesazhet. Uroj dhe shpresoj që të vedisohemi, të reflektojmë si e më mirë ndaj moshës së tretë. Shihemi të anët, njëjtë kohë, njëjtë vend. Deri atëherë, mirëmbëjtje. Fundjavë të këndshme.